Vetura që duket sikur fluturojnë është dukuria që në mënyrë permanente i shoqëron rrugët në vendin tonë. Në këtë formë, shumë të rinj vazhdojnë të përdorin rrugët për të bërë gara shpejtësie dhe manovra të rrezikshme që vendosin në rrezik të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Ky fakt është kthyer në një shqetësim serioz për organet e rendit dhe përjedhoi janë shtuar aksione që kanë për synim parandalimin e kësaj dukurie të rrezikshme që po shoqëron rrugët. Gjatë ditëve të kaluara të premten dhe ditët e fundjavës festive 28, 29, 30 dhe 31 mars 2025, në kuadër të kontrolleve të rregullta të komunikacionit në mbar vendin, janë lëshuar gjithsej 2058 urdhër pagesa për kundërvajtje të kryera në komunikacion, ku statistikat flasin se dominojnë shkelje që lidhen me mbikalimin e shpejtësisë. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se nga gjobat e shqiptuara, 425 kanë qenë për parkim të paligjshëm, 959 kundërvajtje për mosrespektim të shpejtësisë së përcaktuar dhe 234 shkelje për mosposedim të patent shoferit. Gjithashtu janë evidentuar 173 shkelje për mosvendosje të ripit të sigurimit, 50 shkelje për përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit, 14 drejtues automjetesh kanë kaluar në semafor të kuq, si dhe janë shqiptuar 48 sanksione për drejtim automjetin në ndikim të alkoolit. Në bazë të ligjit, gjatë periudhës së lartë përmendur janë përjashtuar nga qarkullimi edhe 74 automjete, prej të cilave 24 për defekte teknike dhe 50 për shkak të çregjistrimit, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga policia paralajmërojnë se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim. Apelojnë tek qytetarët që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit në mënyrë që të rrisin sigurinë në komunikacion dhe së bashku të kontribuojmë për rrugë më të sigurta.